Ka pasur një telegram ngushlimi me datën 17 mars të 2025 nga Albin Kurti. E nderuara familje Thaçi, na prikloi shumë lajmi që më i dashuri juaj Haxhi Thaçi u nda nga jeta. Do të kujtohet gjithmonë për urtësinë e tij, respektin për të tjerët dhe dashurinë e madhe për vendin. Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe timin ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta juve, dashamirëve të familjes suaj dhe miqve të ish presidentit Hashim Thaçi, u pret në paqe me respekt Albin Kurti, kryeministri i Republikës së Kosovës. Ka kjo. Telegram ngushëllimi. Kuj? Ja ka dërgu familje. Me në fund, që do të më gëzu. Po a boni ta shkelje kjo. Pse? A i ka që tjerve kësi telegrami. A i ka që tjerve që ndek këti telegrami. Më vjen mirë që kë reflektoj dhe shpresoj që kur mos më s'ket nevoj mi shkru kuj telegram ngushëllimi. A i ka dërgu të tjerve? A ju ka dërgu juve? Kur? Kërkuj. As Kadris, as Jakupit. Kur? Po kjo më gëzën. Kjo nuk më irriton, kjo më gëzën. Po japë si vrejtje. Inshallah kur kjo s'ka nevoj mi shkru kuj më kësi telegrami. As kjo as kërkush. Por, më gëzën që të pakten ka reflektu. Kaq.